Akrepi. Marrëdhëniet me njerëzit e tjerë ose individ mund të jenë shqetësuese për gjatë kësaj kohe. Jeni duke eksploruar lidhje të reja me njerëz të tjerë, por keni vështirësi të lini marrëdhëniet e vjetra. Si rezultat, ju do të jeni shumë të përkushtuar. Është e mundur ndjenja e të qenit i mbi ngarkuar do të shfaqet në këtë kohë dhe si rezultat do të keni një tendencë për të tërhequr nga shoqëria. Është e mundur që të ndjeni ndoshta antisocial, keni shumë dëshirë që të rini vetëm tani sepse doni të rivlerësoni marrëdhëniet tuaja personale ose të punës, pra nuk doni të përziheni me të tjerët, jeni duke analizuar. Ndiheni të detyruar tashmë të hiqni dorë nga zakonet tuaja të vjetra ose marrëdhëniet e vjetra dhe të kaloni në marrëdhënie të reja të përmirësuara, pra ju do ta lini mbrapa të shkuarën, ndoshta persona që ju kanë shqetësuar ose persona që ju kanë tradhtuar. Ndoshta persona që nuk e kanë mbajtur fjalën dhe tashmë do të lini mbrapa ato histori dhe do të takoni këta persona të ri në rrugën tuaj që sjellin krejtësisht një pamje tjetër, të rinovuar, të freskët. Do të jetë fjalë për fjalë përfundimi i këtyre marrëdhënieve zhgënjyese, ose ndoshta për ata që nuk kanë qenë në një marrëdhënie të tillë, do të jetë ndryshimi i modeleve të vjetra të jetuarit. Dhe do të vazhdojnë në një mënyrë të re, rinovuar, sepse tani mendja është bërë më e mprehtë, ju jeni më i mençur nga situatat që keni kaluar kohët e fundit. Është pikërisht profesioni juaj i cili ju ka zhgënjyer kohët e fundit. Ndoshta ju jeni duke pritur ndonjë lajm për të bërë ndryshime në punë ose për të marrë këtë titullin ose përgjegjësinë e madhe. E çdo gjë po duket se do të vonohet. Po ju mos u shqetësoni sepse ata që dëgjojnë horoskopin duhet ta dinë që ata do ta marrin atë gjë pavarësisht vonesës. Tash po bëni gati, mos e vrisni mendjen tashmë ju ta merrni, fishuni bukur edhe bëni gati për këtë hap të jetës tuaj, sepse është një fazë që vetëm ca detaje përfundimtare duhen, e ndoshta juve jeni të shqetësuar, po gjithsesi ju duhet kuptoni që bota është e juaja në këtë kohë. Eklipsi në Akrep në fillimin e vitit ka efekte, pavarësisht se shqetësuar juve ju është dashur të jeni, ju do të shikoni që do dilni krejtësisht në një zonë tjetër transformuese, do jeni shumë mirënjohës për ato situata që kaluat. Dhe do shikoni që kjo kohë do t'ju shpërblej, sido që t'jetë rrethana, ju do të përpiqeni, do gjeni disa zgjidhje të reja, do këmbgulni dhe do shikoni rezultatet që ju dëshironi. Fuqitë tuaja të zakonshme ndoshta jeni pak të turbët dhe nuk po i përdorni siç duhet, qëllimet tuaja janë shumë të mira, mungon gjykimi i shëndosh në këtë kohë, prisni, shtyni pak më tutje për të marrë veprime, do të bëni përpjekje, do t'i arrini ëndrat tuaja, pavarësisht se sa shqetësuar ju jeni. Megjithatë kur do të arrish diçka, në fillim shqetësohesh, pastaj e arrin, kështu ndodh, do bëni mirë të eksploroni tani, do të eksploroni dhe anën artistike shpirtërore të jetës tuaj, nuk do të bëni angazhime afatgjata në këtë kohë, thjesht do të fokusoheni tek planet, pra do planifikoni mirë. Do mendoheni mirë se si do të doni t'i bëni gjërat dhe do të shikoni që më vonë do t'i arrini. Marrëdhëniet personale ju kanë sjellë këto shqetësime me partnerin, do të përpiqeni. Ju duket sikur e keni humb këtë personin për ata që janë të dashuruar ose për ata që kanë marrëdhënie dhe duan të martohen, ndoshta atë komunikimit janë prishur, duket se nuk është një situatë, pra sa më i sinqert që ju të jeni, aq më mirë është, pasqyroni veten tuaj me ndershmëri të madhe. Mos merrni vendime akoma derisa të përfundoj kjo kohë. Kjo situatë është rreth 17 qershorit. Pra shmangeni vendimet në lidhje me partneritetet e biznesit derisa situata të përfundoj, kjo situata ligjore që doni të bëni
ose ndoshta kontratat, shtyni, bëjni pak më vonë. Jeni shumë në siklet, dhe ndoshta jeni në siklet emocional dhe jeni të detyruar që të merrni pjesë te ky komunitet ku mbizotorojnë femrat, dhe është e vështirë për ju që të përshtateni me të tjerët këto takimet s'po ju pëlqejnë rreth fillimit të muajit. Edhe këto shoqatat ose grupi me këto grupit paktën po ju duket i pakëndshëm. Datën 19 qershor do të shprehni vendosmëri, reagimi është i mirë dhe do të mbaroni këtë punë me sukses. Pra do t'i bëni të gjitha punët tuaja shumë mirë në datën 19, keni rezultate të mira. Dashuria duket se është e pasgjidhur edhe këto ndjenjat, emocionet janë ngaturuar dhe shkaktojnë tensione. Por gjithsesi do të bëni një dallim tashmë se kush e meriton dhe kush jo në jetën tuaj. Pra do bëni zgjedhje, do shikoni që këto persona që nuk e mbajnë fjalën nuk do doni të përfshiheni. Do t'i lini më njanë këta njerëz. Zakonisht do të dalin në këtë kohë miqtë e vërtetë, personat që nuk ju duan ose nuk janë pro suksesit tuaj. Dhe do të bëni zgjedhjen e duhur, do shkoni me këta miqtë e vërtetë. Do kuptoni mirë se deri tani keni qenë duke u marrë me disa njerëz që nuk ja vlenin realisht. Tashmë do shkëputeni, do merrni edhe këtë mësimin me vete, se si duhet i zgjidhni njerëzit rreth jush. Do shikoni që ka njerëz besnik aty në grupin tuaj që kanë qenë me ju, pavarësisht se s'keni rënë dakord me këtë personin. Edhe ndoshta konfliktet kanë qenë midis jush, po do të shikoni që personi tjetër ka pasur krejtësisht të drejtë, sepse ju s'keni qenë mirë i informuar për të kuptuar se çfarë po thonte tjetri. Fati do të luajë një rol të rëndësishëm në jetën tuaj, do hiqni dorë nga gjërat që keni bërë, do kuptoni që disa gjëra i keni ditur gabim, pranojeni këto ndryshime me dinjitet. Ju e keni forcën edhe do të shikoni që shpërblimet do të vinë për gjatë kësaj periudhe. Tashmë nuk mund t'i shikoni, por pak më tutje do të shikoni shpërblima. Keni qenë të pakënaqur, dëshironi të ecni shumë përpara në jetën tuaj, keni bërë plana. Më parë nuk keni pasur guxim, por tashmë do ta merrni guximin. Ndoshta partneri juaj ka ndryshime ose ka probleme me shëndetin, ky personi tjetër i duhet që të kujdeset sepse i mungon fuqia, por gjithsesi kjo do të sistemohet kjo situatë. Durimi dhe këmbgulja juaj, ndoshta kujdesi që do t'rregoni për tjetrin dhe do kthehet përsëri shëndeti i personit tjetër. Ose dhe ju për një kohë ndoshta nuk keni qenë mirë me shëndet, diçka e tillë, mund të jetni dhe ju. Por do shikoni që situatat do të sistemohen gradualisht. Lajmet që prisni do t'i merrni rreth fillimit të muajit. Pra keni pris shumë gjatë për këto. As ju ka shkuar mendja në fakt që do merrni lajme të tilla, por gjithsesi lajme të mira do t'ju vinë në fillimin e muajit. Unë ju uroj sukses, unë do të kthehem përsëri, do t'ju tregoj ngjarje interesante. Deri atëherë ju uroj të keni shumë fat.